Propaganda ruse kundër pavarësisë së Kosovës po vazhdon. Deklaratave të njëpasnjëshme të Rusisë i është shtuar dhe ajo e të dërguarit të këtij vendi në procesin e fundit të bisedimeve për Kosovën, Aleksandar Harçenko, i cili ka thënë se thirrja e Rusisë për vazhdimin e bisedimeve mes Beogradit e Prishtinës për statusin e ardhshëm të Kosovës, po gjen përkrahje gjithnjë më të madhe në mesin e vendeve anëtare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Harçenko ka thënë se Rusia nuk është duke e bllokuar zgjidhjen e statusit Kosovës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe ka shtuar se planet e Bashkimit Evropian për dërgimin e misionit civil policor në Kosovë janë kundërligjore. Bashkimi Evropian mund të bëjë çfarë të dojë, mirë po kjo është absolutisht kundërligjore, pasi në raport me Kosovën vlen rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Çështje të tilla mund t'i zgjidhë vetëm Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe jo Prishtina ose Bashkimi Evropian, ka thënë Harçenko për agjencinë ruse të lajmeve RIA.